Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم سبحانه وتعالى falenderojmë salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Vëllezër të dashur në Islam, ja pra si që shihni edhe vetë, huaj arritëm në skaj të muaj të bekuar të Ramazanit. Jemi në natën e 29 të këtij muaji. Kjo mund tjetë edhe nata e fundit e këtij muaji të bekuar, do të thot edhe taravia e fundit. Duhet ta dim prej fillimi një çështje e cila është shumë me rëndësi. Këto do ta krahasoj me fjalën të cilën e tha Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu në momentin më të vështirë, momentin më të madh, tronditjen më të madhe ki ummet që e ka përjetu, u parashtroj juve pyetje kush ka qenë ajo tronditje? Vdekja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Imagjinoni vëllezër, ato sahabi, ca prej tyre lindën duke pa Muhamedin alayhis salam, tjerët u rritën, tjerët u plakën, për çdo çështje, qoftë e dunjas, qoftë e ahiretit, për çdo gajle, për çdo breng, të gjithë nxitonin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe imagjino ti pastaj pa prit mas vjen lajmi se Muhamedi alayhis salam ka vdek, ka ndru jetë. E dim nësa prej sahabeve, dikujt i rat fikt, dikush nuk kish mundësi me fol, tjetri vajtonte e kështu me radhë. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, në atë moment e ka thonë një fjalë që me të vërtet e dëshmon se ajo është Siddiku, ajo është khalifja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka të drejt askush ta zaventson Muhamedin alayhis salam, edhe pse nuk mund ta zaventson, por tjetë pas Muhamedit alayhis salam prisi i muslimanëve, përveç se ai burri i madh Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. E tha një fjalë vëllezër që me të vërtet sahabet u habitën, ka e mori ki këtë guxim, këtë qëndrueshmëri, këtë besnikëri, këtë trimëri dhe këtë durim të madh që e tha këtë fjalë. Edhe gjithë e dinin se askush nuk mund ta donte Muhamedin alayhis salam më shumë se sa Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Dhe këto e dëshmoi vetë Muhamedi alayhis salam kur e pyeti Abdullah ibn Amr ibn al-As, tha cili është njeriu të cilin më së shumë ti e don, tha Ebu Bekri. Ebu Bekri cilën fjalë tha vëllezër të dashur? E tha, men kane ya'budu Muhammeden, fe inne Muhammeden qad mat. Wa men kane ya'budu Allah, fe inne Allahe hayyun la yamut. Ai cili e ka besu Muhamedin, e ka adhuru Muhamedin, e ka besu, le ta dini se Muhamedi alayhis salam ka ndru jetë. Ai cili e beson e adhuron Allahun, le ta din që Allahu është i gjallë dhe nuk vdes kurrë. S'ka dyshim për ne muslimant, edhe pse ne nuk kemi marrë pjesë në atë kohë, nuk kemi përjetuar një gjë të tillë, Allahu e ka ditë urtësim se na ka gjetur neve në këtë zaman dhe në këtë shekull. Kjo mirësia e Allahut, me këto jo vetëm se duhet të pajtohemi, por duhet jemi edhe të kënaqur që Allahu sipas nesh e ka gjetë edhe vendin, edhe kohën, edhe zamanin. E them këto se për ne ki muaj i bekuar është shumë i dashur për muslimant. Si kur të kishim mundësi ta ndalnim, do ta ndalnim. Ose ta ngadalsonim, mos ece, mos kalon ka të shpejt, edhe atë do ta bënim. Por si kur të na jep të shte mundësia që të marrim prej muajit tjetër do një ditë uha, borç, prej muajit Shawal, edhe atë do ta bënim, por zguxojmë. Muaji është, si tha Muhamedi alayhis salam,
i qoj 3 herë durët, dhe me thonë 3 ka 10, 30, dhe një herë tha, dhe një gisht e ndali, tha, ose 29 dit. Për ne kjo është me të vërtet piklim që ki mu i kalon, por do ta krahasoj fjalën e Ebu Bekrit me kalimin e muajit të Ramazanit dhe thonë, men kane ja'budu Ramadan, au ja'budu Allahe fi Ramadan, fa inna Ramadan qad fat, wa men kane ja'budu Allah, fa inna Allahe hayyun la yamut, wa'bud rabbek hatta ya'tiyaka al-yaqinu. Ai cili adhuron Allahun vetëm në muajin e Ramazanit, le ta din që muaji i Ramazanit mori fund dhe përfundoi. Ai cili është robi i Allahut xhelleshanu e adhuron Allahun brenda 12 muajve, le ta din se Allahu xhelleshanu është i gjallë dhe i shikon dhe i ndëgjon lutjet, adhurimet për uljet tona, për qëndrimin tonë në rrugën e tij në Siratul Mustaqim. Allahu e shikon dhe e don shumë të kapurit tonë për sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për traditës së tij, për sunetit të tij, për shembullit të tij, jo vetëm në muajin e Ramazan, por brenda edhe muajve tjerë. Prandaj vëllezër të dashur, duhet jemi me Allahun xhelleshanu të sinqert, jo vetëm në muajin e bekuar të Ramazanit. Ky muaj ishte për me e mbush bagazhin ton, zemrat tona me devotshmëri, që të kemi guxim, fuqi, qëndrim, sabër, të përballojmë sfidat tona të cilat na vinë njëna pas tjetrës, por thuaj hala pa përfunduar një sfidë vinë edhe tjetra, të bëhen disa herë të bëhen edhe 3, e ky muaj ishte për me u mbushur me devotshmëri, me sinqeritet ndaj Allahut subhanahu wa taala, ku ishim të lirë nga shejtanat, nuk na ngacmonin, e tash dinja se tash fillon një sfidë e re, e kemi përjetuar, por jo të jemi ato siç kemi qenë më herët. Vëllezër të dashur, për këtë muaj dhe për agjëruesit, Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur diçka të veçantë, surprizë për besimtarët të cilët kanë agjëruar, edhe besimtarët. Rawa al-Bukhari wa Muslimu fi sahihayhima an Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imun, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, yuqal ayna as-sa'imun, fayaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Muhamedi alayhis salam, shiqoni vëllezër, na përshkruan një moment prej momenteve të xhenetit dhe thot, në xhenet qen ka një derë e cila quhet Rayyan, Rayyan me tashdid. Sa deri ka xhenetin përgjithësi? 8 derë. Një prej atyre quhet Rayyan. Rayyan është momenti kur ai i eturi pin ujë dhe ngopet, domethënë ke qenë pa marrë parasysh me një shkretir apo ke qenë i nxehur dhe gjete ujë dhe kur pin ndëgjohet një farë zhurmë aty te friti. Pse? Një farë ngopje e madhe. E ashtu Allahu xhelleshanu e ka thujt inne fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, dera e ngopjes. Yadkhulu minhu as-sa'imun. Në për atë derë do t'hinë vetëm se agjëruesit. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, as kush tjetër nuk guxon me hina për atë derë, edhe t'hinë në xhenet pos ato të cilët kanë agjëruar. Shiqoni tash vëllezër, imagjino ti në ditën e mahsherit, gjithë njerëzit qëndrojnë, as kush nuk guxon me fol, e Allahu subhanahu wa taala thot, Ejnë as-saimun fejequmun.
Imagjinoti miliarda njerëz, e Allahu Gjelleshanuhu të thret, ju kal ejnë saimun, apo një zot tjetër, ku janë ata të cilët kanë agjeruar, ku janë agjeruesit, ku janë agjeruesit, miliarda njerëz, e ti të vjen një zot, ku janë agjeruesit, feje ku mun, me njëherë ngritën në kom, pse ka thirje, do të hini ka qajo dera e cila është dera Rejjan, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, askush nuk guxon të hine në përmjet asaj dere në xhenet përveç se agjeruesit. A ka diçka më e madhe, a ka kënaqësi dhe krenari më e madhe, kur disa apo një numër i madh i njerëzve kanë me qëndru ulur, e ti po qohesh në kom se ke agjinuar vlla. Ton jetën ka agjiru, 50 vite, 60, 70, 80 vite ka agjiru. Fe yaqumun, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, nuk guxon thot Allahu Gjelleshanu të hine në për atë derë në xhenet as kush tjetër poshtë se agjeruesit. Fe idha dakhalu ughliq, e kur hin të gjithë edhe agjeruesi i fundit, ajo derë mo mbillet. Nuk mund më të hine dikush që nuk ka agjeruar në xhenet në përmjet derës Rejjan. Që Allahu Gjelleshanu çka ka përgatit për ato të cilët kanë agjeru. Allahu thot në Kur'an, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Hani dhe pini, hani'an, ju boft mirë, kënaqeni. Përse bima aslaftum fil ayyamil khaliya, qala al-mufassirun, yuqalu lis-sa'imin yawm al-qiyamah. Hani dhe pini, thot Allahu Gjelleshanu, kënaqeni, ju boft mirë. Për çka? Kjo është për ato ditët të cilat i lat ju mbas. Kjo haje, kjo pije është ekstra për cilët për ditët e agjerimit që keni agjeru. Sa herë verës, kur ishte nxehet e kështu me radhë, si cili thonë të subhanallah, inshallah kur gjeni iftari kom me pi ujtë ftohet. E Allahu, wama kana rabbuka nasiya, dhe Zoti jot nuk haron. A i haron Allahu ato ditë kur ke qenë jetur? A i haron Allahu Gjelleshanu ato ditë kur ke qenë uritur? Nuk i haron. Pa nuk e haron Allahu Gjelleshanu, vlezër flasim, la haja e fit din, nuk ka turp në fe. Edhe ato ditët kur ke qenë pranë bashkëshortes tonë dhe je largu, pse je agjiru shumë. Edhe këto nuk e haron Allahu Gjelleshanu. Wa ma kana rabbuka nasiya, dhe Zoti jot nuk haron kur. I din Allahu Gjelleshanu këto, prandaj thot, ha, knaqu, ngopu, qka të duesh, se këto është ekstra për atë ditë që i latë, për atë ditë që i largut epshit, u frigut mës me bon mëkate, mës me prish agjerimin, jo vetëm aq, por mës me u të paksu edhe se vapet. Allahu si haron vlezë këto momente. A me ndonë ti se ke qenë veç ti për shemë vetë, apo me bashkëshorten dhe ndoshta të ka shku mendja, subhanallah, o që ka bëjmë ne dhe me thonë vetëm me vetëm, mos e prishim agjerimin, apo mos na paksohen se vapet. Allahu Gjelleshanu e din këtë gjë. Allahu Gjelleshanu e sheh këto. Allahu Gjelleshanu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Atëherë kur janë dia apo 3 persona tjetri është Allahu, por me shikimin dhe ndigjimin, jo me hinin e tij. Allahu është mbi arsh, por me shikimin dhe ndigjimin e tij ai është pranë neve subhanahu wa ta'ala. Pastaj shiqo çka thot Allahu Gjelleshanu me një hadith kudësi, cilin e ka nxjerrë Ibn Hibbanin sahihun e tij, po ashtu edhe Tabarani. Thot Allahu قال رسول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. Thot Muhamedi عليه السلام ka thonë Allah, dhe me thonë hadithi është kudësi. Wa izzati, pasha krenarin dhe lartë madhrin ti, me thot Allahu Gjelleshanu. Wa izzati la ejma'u ala abdi min khaufejni wa emnejn. Allahu thot, pasha lartë madhrin krenarin time. Te robi im, une nuk i bashkoj di friga dhe di rahatia, siguria. In khafeni fit dunja,
ammantuhu yawm al-qiyamah. Nëse robi im frigohet mu në këtë dënja, ai mu më ka frikë, nuk i frigohet askujt përveç meje. Të gjitha haramet që i le për hir timin, të gjitha punët e mira që i bën për mu, edhe ai frigohet nga dëshkimi, dënimi, hidhrimi im në dënja. Në xhenet thot Allahu xheleshanu, këto kom në botën tjetër thot Allahu, këto kom me ja largu në robit tim. La ajma'u ala abdi min khawfaini au amnain. In khafeni fi dunja ammantuhu yawm al-qiyamah. Nëse ai më frigohet mu në dënja, unë ditën e gjykimit kom me i ofru ati siguri dhe rahati. Wa in ammanani fi dunja, nëse ai në dënja nuk frigohet, a besoni vëllezër sa njerëz, miliarda njerëz nuk i frigohen Allahu xheleshanu. Leja të qafira që nuk besojnë Allahun xheleshanu fillimisht, por prej atyre me emra musliman, a beson? Le që si frigohet Allahut, po i pengon ati emni Allah. I pengon, vallahi i pengon. Jo vetëm kaq, ati i pengon çdo emën që është musliman. Ne e dim këtë çështje. Emni Muhammed i pengon. A e dini çka i pengon ati edhe selami, përshëndetja jon. Tahiyya Allahut, përshëndetja Allahut, përshëndetja e banorëve të xhenetit. Vallahi nuk ka përshëndetje më e mirë se përshëndetja islame. Ta knaq shpirtin. Freskon prej mëngjesit. Assalamu alaikum. Paqja, mëshira, bereqeti, Allahu të qoftë mbi ty. Ju pengon. Këta nuk i frigon Allahu xheleshanu, nuk i frigon. Ai pin, han dhe pin ashiqare, e shan fen ashiqare. Allahu si frigot, Allahu shiqet çka thot. Fe in ammanani fi dunya, nëse dinja ati si han pa Allah për mu hiq. Sfrigohet. Se drith as pak sirin dhe qerpikun. Akhaftuhu yawm al-akhirah. Ai ka me mu frigu mu ditën e gjykimit, ama kote ka. Friga ditën e gjykimit nuk është adhurim. Friga është adhurim, dhe është adhurim dhe vepër e zemrës prej më të mirave, ama është në dinja. Në dinja ti frigohesh Allahu xheleshanu. Ditën e gjykimit edhe iblisi i frigohet Allahut. Ditën e gjykimit edhe Firauni i frigohet Allahu xheleshanu. Ditën e gjykimit edhe Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, Nemrudi, gjithë i frigohen Allahut. Kote kanë. Adhurimi po është, friga është adhurim, ama ditën e gjykimit nuk është adhurim. Ditën e gjykimit është e domosdoshme, se çdo gjë e cila është e domosdoshme, s'kie ka jamban, nuk e pranon Allahu xheleshanu. Prandaj Allahu xheleshanu pse nuk e pranon toben kur lind dielli nga perëndimi dhe kur vin shpirti tek gargarja, parasia se atëherë cili munafik dhe qafir dhe ignorant e shet vërtetën dhe nuk ka të jambane. E Allahu thot jo. Në nështrimi ndaj meje është kur je i rahatshëm, kur je i lirë, kur nuk ki presion, a ti po, se tërë shpirtit e fiti, e pa e vendin ku e kije, al-ane, qka i tha Allahu xheleshanu Firaunit, al-ane, wa qad asajte qablu, qëta sha, e ma herë qka bojshe, edhe a i tha, edhe unë e besoj në të që beson Benu Israil, Amentu billadhi amenet bihi Benu Israil, u ana minel muslimin, al-ane, edhe unë besoj në të dhe të cilën beson Benu Israilet, Allahu xheleshanu tha, al-ane, wa qad asajte qablu, që ta është e ma herët tha pse, ku ishe? Pra ndaj vlezër, me i frigu Allahu xheleshanu në këtë bot, ashtu si që meriton dhe kërkon ai subhanahu wa ta'ala prej neve, nëse do na t'jena në rahati, në siguri ditën e gjykimit, në hijen e Allahut subhanahu wa ta'ala, atë ditë kur nuk ka hije përveç hije Allahut, kuptimi hije Allahut nuk është hija që bëhet, por është hije Allahu e krijon një hije. Nuk është hija Allahut prej hinis, Allahu xheleshanu nuk ka hije, por një hije që e krijon Allahu xheleshanu për besimtarët, për robërit e tij. Lezër lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe pranon agjerimet, lutjet tona, ibadetet, sakrificet, çdo gjë që e kemi bërë për hir të Allahut, dhe lusim Allahun xheleshanu na imbulon turpet, mangësi që e kemi pas edhe në këtë muaj, dhe të na mundson që ato t'i përmesojmë në vitet e ardhshme, në Ramazanet e ardhshme. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk.